Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në Gjirokastër, një problem i rënd mjedisor dhe social përndon çdo ditë jetën e banorëve të lagjes së Romëve, ku veturinat kanë pushtuar të gjithë hapësirën publike. Grup muj të mëdhenj plerash janë të pranishëm kudo, duke krijuar jo vetëm një pamje të rënduar, por dhe një rrezik serioz për shëndetin e këtij komuniteti. Në Gjirokastër, një problem i rënd mjedisor dhe social përndon çdo ditë jetën e banorëve të lagjes së Romëve, ku mbeturinat kanë pushtuar hapësirat publike. Grumbujt të mëdhenj plerash janë të pranishëm kudo, duke krijuar jo vetëm një pamje të rënduar, por edhe një rrezik serioz për shëndetin e komunitetit aty. Banorët shprahen se situata është përkeqësuar ndjeshëm kohët e fundit, ndërsa mungesa e ndërhyrjes nga institucionet përkatëse ka bërë që mbeturinat të shtohen ditë ditës. Përfshir këtu edhe vetë ndërgjegjësimin qytetar. Era e rënd, prania e insekteve dhe rreziku i përhapjes së sëmundjeve janë kthyer në shqetësim të përgjithshëm, veçanërisht për fëmijët e këtij komuniteti. Sipas tyre, pastrimi i zonës nuk kryhet rregullisht dhe mungojnë koshat e mjaftueshëm për depozitimin e mbetjeve. Kjo ka sjellë një situatë të papranueshme, ku mbeturina shpesh digjen në mënyrë të pakontrolluar, duke ndotur ajrin dhe përkeqësuar cilësinë e jetesës. Ndërsa banorët i bëjnë thirrje bashkisë dhe institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë urgjentisht për pastrimin e zonës, vendosjen e kontenjerëve dhe krijimin e një sistemi funksional të menaxhimit të mbetjeve. Ata kërkojnë trajtim të barabartë dhe kushte minimale jetese si çdo qytetar tjetër. Kjo situatë kërkon zgjidhje të menjëhershme për të rikthyer dinjitetin dhe sigurinë në këtë komunitet të lënë pasdore. Bashkia ato punëtora vinë pastrojnë, nuk them nuk vinë. Jemi ne, komuniteti Rom, jemi na. Ato që shesin e treg atje, i vinë me makinën poshtë, i hedhin atje. Ka bunisht të madhe atje lartë, që shesin e katit i hedhin atje. Mbledhin këta hekur ato, plastike, që janë makina, dushekra, i hedhin atje, unë afër atje, e kam kasodhe, ri unë atje të proja. Kam kasodhe. Bashkia t'i marri masat e sakt, t'i vendosi 2 kamera atje, kush e vendos me denim 6 muaj e burg, edhe 1 milion gjop. Ato kam për të thënë, nuk kam gjë tjetër unë. Ashtu të thot bashkia. U lodhën ditë për ditë. Qenë të ngordura, maçet të ngordura. Gjëra putadhiqera. Prit, jemi shteta për nuk jemi. Një lagje vogël e shkutu. Shkojnë e Tiranë, Elbasan ka i bëjnë argjit tamam. Këta argjit janë sukur janë dhe kin, indianë janë këta. Ti pastroj mamir, ti heqi këte ja. Bordi i Transparencës ka vendosur të rrisë sërish çmimin e naftës në Shqipëri dhe të karburanteve në përgjithësi, duke shkaktuar reagime dhe shqetësime të shumta tek qytetarët shqiptar. Bordi i Transparencës më datë 3 prill 2026 në lidhjen e radhës ka vendosur rritjen e çmimit me pakicë në produktit gazoil të standardit SHN 590 jetë jo më shumë se 224 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 212 lek litri. Kjo në zbatim të aktit normativ të miratuar përgjatë ditës së djeshme. Niveli i akcizës ul me 20% ose e thënë ndryshe bashkë me TVSH ulja me 9.5 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicë në produktit benzinë standard SHN jetë jo më shumë se 181 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 169 lek litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi prej ditës së djeshme, prej datës 3 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasurohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të kemi pezullim të aktivitetit, thuhet në njoftimin e Bordit të Transparencës. E ndërkaq, kostot e luftës në lidhjen e mesme brenda pak javësh po ndikojnë edhe në ekonominë shqiptare, ku vijojnë të mbeten të pashmangshme. Në tregun e pakicës, pas rritjes së çmimit të naftës me 22%, edhe importuesit e vajit të lulediellit kanë paralajmëruar shtrenjtim prej rreth 8% për furnizimet me shumicë të supermarketeve dhe marketeve të vogla. Rritja ka patur edhe në produkte të tjera të shportës. Kostot e luftës në lidhjen e mesme brenda pak javësh për ekonominë shqiptare vijojnë të jenë të pashmangshme. Në tregun e pakicës, pas rritjes së çmimit të naftës me 22% dhe importuesit e vajit të lulediellit kanë paralajmëruar shtrenjtim prej rreth 8% për furnizimet, me shumicë të supermarketeve dhe marketeve të vogla. Rritja nga 10 deri në 30 deri në 50% kanë pësuar edhe plerat kimik që përdoren në bujqësi sipas fermerëve. Duke nisur nga muaji maj, edhe prodhuesit vendas të detergjentëve paralajmërojnë rritje çmimesh për furnizimin e tregtisë me
shumicë në vend, për shkak të shtrëngimit të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare deri në 22%, por përmes cilëve mekanizmave mund të zbutet ndikimi i inflacionit të çmimeve në Shqipëri, sa herë që në botë shpërthejnë konflikte. Shqipëria duhet të ndërmarrë politika që e bëjnë ekonominë më pak të cënueshme nga krizat e jashtme. Përparësi mbetet rritja e prodhimit vendas përmes konsolidimit të industrisë përpunuese dhe zbatimit të një strategjie për zvendësimin e importeve, aty ku vendi ka avantazh si në perime, fruta, bulmet, bimë mjekësore, për punim ushqimor dhe disa nën sektor të blegtorisë. Nga fillimi i javës së fundit të muajit mars, importuesit e vajit të përpunuar që ambalazhohet në vend thanë se do të ketë një tjetër rritje të shtrëngimit të çmimit me 7 lekë të tjera për litër. Pas këtyre rritjeve, çmimi me shumicë i vajit ushqimor do të arrijë në 190 lekë për litër. Shtrëngimi i lëndëve djegëse për rafineritë e përpunimit të vajit të lulediellit jashtë dhe tarifat për transport kanë sjellë që për gjatë muajit mars, importuesit vendas të shtrejtojnë çmimin e shitjes me shumicë të vajit ushqimor nga 7 deri në 8%. Por rritje ka edhe në produktet e tjera të shportës, duke bërë që të jenë të papërballueshme për xhepat e qytetarëve shqiptar. Policia e Gjirokastrës ka bërë bilancin për muajin mars, ku janë arrestuar 5 drejtues mjetesh dhe është proceduar penalisht një tjetër për veprat penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe janë pezulluar 7 leje drejtimi. Janë vendosur gjithsej 2518 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 169 masa për mosvënien e ripit të sigurimit, 12 masa për mosvënien e kaskës mbrojtëse, 26 masa për drejtim mjetin e efektin e alkoolit, 15 masa për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 573 masa për parakalime të gabuara, 691 masa për ndalima për qëndrim të gabuar, 713 masa për shpejtësi tej normave të lejuara, 319 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet nga policia rrugore do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga atraksionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Shqipëri, duke tërhequr vizitorë nga gjithë bota. Të dhënat e publikuara së fundmi për muaj mars tregojnë pikërisht këtë gjë. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga atraksionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Shqipëri, duke tërhequr vizitorë nga gjithë bota. Për gjatë muajit mars, Kalaja është vizituar nga 68% vizitorë të huaj të ardhur nga mbi 40 vende të ndryshme të botës dhe 32% vizitorë vendas. Ky bilanc pasqyron qartë rritjen e interesit ndërkombëtar për historinë dhe kulturën e Gjirokastrës, si dhe angazhimin gjithnjë më të madh të vizitorëve vendas për të zbuluar dhe vlerësuar trashëgiminë tonë kombëtare. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.